Ky ambient është galeria, njëkohësisht edhe punëtoria, ateljeja e Agim Çavdarbashës. Këto janë punimet cilat i ka punu gjatë opusit vetë, krimtarisë vetë në skulptur, edhe këto janë vendosuna galeri të hapën, e cila është shpallë vitin 1995. Janë disa prej punimeve cilat kanë shpëtuar gjatë trazirave të Marsit vitit 2004. Në vitin 2004, gjatë trazirave të Marsit, është djegur komplet galeria muze e skulptorit Agim Çavdarbasha, në të cilin janë djegur rreth 150 vepra. Pikturat janë të rrezikume, po shkatrohen, po plasariten, po derdhen, po bën krejt. Duhet një përkujdes shumë i madh, e cila një përkujdes cilën duhet me pas përveç familjes edhe institucionet kulturore ose institucionet në përgjithësi të Kosovës. Unë kom shku të ministri, kom kërku ku ka qenë edhe Brejshori, më ka pranu, kom shku të ministri, kom fol, më ka thonë nuk kemi kur gjo në projekt në lidhje me dishka qështu, dishka me ndërmar për këto, për atelje, për këto. Edhe kur gjë tjetër, u kry, do më thonë, me njerë më tha që s'kom kur farë mundësie me të ndimu. Iq me qëto fjallë, s'kom mundësi me të ndimu. Kur Araqia, kërkova për ti, aj ko pas koha më premtante se do të bënë dishka, edhe aj kur gjë nuk më bëni, tash kom shkoti ky ministri, ky më ka premtu, ka thonë se do të këqyrë qka mundet me ndërmarë me bo, s'po më thonë tash asi, ka premtu edhe kur gjëhit, a i më ka thonë që dishka, po edhe pse fondi është shumë i kufizun, që s'mundet kur gjë me bo, veç do të fiqan që sa ka mundësi, që kaq. Kosova është zhvesh për arteve, çdo gjë që ka trashëguar, nuk din mu vlerësua nga njerëz, nuk ka foli tash për këtë situatë një vjeçare. Me po kjo situatë është në bas luftës. Do më thotë ku e kemi artistin e madh Muslim Ulliqi sot, ku janë veprat e tij, ku janë Agim Çavdarbashës, ku janë të gjithë mos i përmeni me emrat të artistëve që kanë shkuar. Ne që të dëshmojmë se kemi një kulturë, kemi një vazhdimsi është kriju këtë një kulturë vizuale, atëherë atë duhet ta dëshmojmë. Dhe nëse në sheshet tonë nuk ka asnjë skulptor të Çavdarbash, si mund të themi ne se kemi pas një skulptor nacional, apo aktualisht kemi një skulptor nacional? Kom pas shumë delegacione që kanë kërku me pa pikturat, unë s'kom pas mundësi, se unë nuk muj, është dhoma vogël, unë nuk muj me marë pikturën me thonë që këqërë, pa pas hapsiren, ka qenë të vendosura, piktura nuk të regohet. Shqipni s'po i marë, i kom lënë galeri të artëve, i kom lënë të më ty lutë në galeri, a banë me mi rujtë pikturat, deri sa të bëj dishka mos t'i bi këtu, se po mi kap lakshtina. Na japim maksimumin për mirëmbajtjen e tyne, mirë po këto nuk kemë bise trashëgimi e familjes, du të me pas obligim moral edhe profesional edhe Ministria e Kulturës edhe mendoj gjithë ata cilët e dojnë artin. Uji po më vjen kështu krejt, uji prej nalë, tafshe prej këtu e krejt shkon uji kështu krejt. Atyre këtu është veç lakshtinë. Edhe andehyn uji, që rivazhkat që shënë të ujit. Kam fillu plasaritjet, cilat shpresojnë shumë shpejt që do të riparuhen, mirë po vynë ndihma e institucioneve. Këto nuk munden më kompenzu. Këto nuk kompenzohen. A i ka shku, këto janë vepra që i kalon. Kjo është një trashëgimi. Sikur se tek dhoma e vogël e shtëpisë së Muslim Ulliqit, që në mungesa hapësirës, pikturat janë të vendosura njëra mbi tjetrën, situatë e njëjtë është edhe në galerinë e arteve të Kosovës. Në këtë galeri janë të rezervuara vetëm 2 dhoma që shërbejnë për ruajtjen e punimeve artistike. E pikturat janë të vendosura njëra mbi tjetrën dhe mundësia për të dëmtuar është e padiskutueshme.
çka me bo me qëto piktura. Qysh dojmë i rujt na që trashëgimi, se këta po kujtojnë që trashëgimia jonë vetëm kishat edhe xhamijat. Unë jam Jeta Abazi për emisionin Jeta në Kosovë.